Unë në shkollë mora 10, po ashtu edhe një jetë. Tani po nise po këndoj, yllin tim të regoj. Se si pa mundime, e ita unë dhe gruaja ime. 2 fëmija akoma bashkë kemi, e probleme shumë nuk kemi. Do të thotë, lindën të parin sa me zi blini mi bidon qumësht. Filova asaj zajrin e tonacionet ja regulloj, e a nisi të këndoj. Fitoj festivalin e parë të 23, e quajnë Elca Lila e shkret. Pasaj fitoj një 2 çmime europiane, e kështu na ori djali na u be Gjanan. Filloj probleme të kishin fëmijën e dytë, e s'kishin si t'ja benim, e filluam për t'i nxjerrë syt. Se e donim atë të shkret, na vinte në jetë. Edhe filluam të përdonim cenën e imazhit, apo dëm shpërblime që merreshin për e saj. Në zotë thamë, Elca po merret me drogë, edhe ajo në koncertin Itali shkoj. Kur ati asgjë nuk ishte, e unë e Rion Kazanova isha. Ata shkuan, e arrestuan, e futën në burg një 50 ditë, e ku erdhën për verifikim dhe unë punoja në lopat, si të eshi, ose isha pa punë. Ata atje në Itali shkuan, e verifikuan, e ata e nxorën, e dëm shpërblim në morëm. E kështu rritëm edhe fëmijën e dytë, edhe akoma jemi në rregull, pa na nxjerrë syt. Ju faleminderit.